shpeshherë ndodh që edhe keq përdorët pa djallëzia e mërgjimtarëve, sidomos e gjeneratave të reja. Ne gjithë kemi për familjarëve tonë që jetojnë jashtë. Kemi gjemdaje, vajza halle, edhe e dim që ata nuk i kanë do djallëzi që i kemi ne. Neve pak në i kam su zori, pak në i kam su qefi, ata nuk i kanë këto djallëzi. Për shembull, kur i shohin në për intervista që i marrin do tri, sa i keq përdorin ata. Veç se ndoshta s'din më shpreh mirë, shqip, veç se nuk i din ato intrigat e vendit tonë, nuk i din ato dreshni, e marrin e bëjnë meme me njëherë. E bëjnë viral duke e përqesh. Thjesht se nuk i ka dreshni tona. Në fakt, ai do të mu lavdru, ai do të mu admiru që s'është i dreshnum. E jo më usha më ofendu. Më vjen keq kur i shohim komentet që ju shkruan disa prej mërgjimtarëve tonë, sidomos shtresës rinore, që në pamundësi për me i kuptu ato dreshnit e vendit, ata i paraqesin si naiva. Vallai nuk janë naiva, se krejt që ata mërgjimtarë të ri, se unë i kam vizitu dhe i vizitoj, krejt janë të shkollum, sidomos gjeneratët e reja, edhe janë dallum në shkollë. A mendoni ju që ato nota, ato suksesi i ka të falme? A mendoni që një person naiv dhe i pa aft, i pa pjekur, mund më arrit ato suksese? Se cili për tyre e ka një zanat, sa ata sistemi e kanë asisoj që më e pak ta që ka dalin për shkollës dalin me një zanat. Që ndoshta neve këtë me nga bo bashkëtu, a dalin 20 veta, 30 veta me një zanat të përvetësum. Se cili për tyre e ka një zanat? Ata nuk janë të pa aft, janë të pa djallëzum, edhe shqyqyr që janë të pa djallëzum. Nuk po thamë që tash na jemi djallëzum, që të mos keq kuptohem. Por disa gjana është një farë ilmi beteri që na e dime, kemi të përvetësum shumë si shqiptarë. Pra ne kemi një ironi shumë të theksume, të teprume. Edhe muhabetin ma serios na kemi prirje me bo me ironi. Edhe shakat tona i bëjmë me ironi, gjë që nuk është e hishme. Nuk është e hishme, absolutisht që nuk është për mu lavdru. Nuk është aftësi për mu admiru. Çdo herë ajo që admirohet është sinqeriteti. Pra edhe kur flasim seriozisht, s'ka nevojë me fol me ironi. Edhe kur flasim për humor, s'ka nevojë me bë humor me ironi. Duhet të jemi të sinqert, duhet të jemi transparent.